أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nëse ju kujtohet ditën e Bajramit, e mbaruam atë kitab Mizrakli ilmi halin që e lexojshim. E tash me lejen e Allahut do fillojmë një kitab të ri. Inshallah të na shkojë dhe kjo pak gjatë. Por ka të bëjë me një problematik shumë të madhe sot që ballafaqohemi ne muslimanët. Kriza ekonomike prerë ka pas, kanë shku kanë atë jo. Smundje, korona, ku e diçka kanë ardhur kanë shku sen. Mi po është një problematik gjemat që mund të na vedhe imanin e ne shkojmë pa iman në botën tjetër. Çdo herë feja islame është provu me kësi rryma të reja me tendenca për ta prish fen islame. E tash është mod me i sulmu hadithet e pejgamberit a.s. me i mohu sunnetet e ati dhe me thanë që vetëm Kur'ani na mjafton, hadithet nuk na duhen se i kanë shkruajtur njerëzit ato hadithe. Përgjigja e parë me njerë ujpet aty po Kur'anin kush e shkrujti beloçk. Të i mund thush Kur'anit vetëm i besoj, edhe qatë Kur'an e kanë shkruar sahabët me duart e tyre. Çka u ka thënë pejgamberi, e kanë shkruajt. Dhe u ka thënë kjo dihet si Kur'an, tjera çka u ka thënë shkruajni edhe që këtë dihen si hadithe. Tamam xhamat, nëse hadithi mohohet, islam, musliman lek, duhet ta harrojmë këtë. Edhe ne inshallah tash, qatë sa kemi fuqi, se ajo milingona që ka mbajt ujë të zjarri Hazreti Ibrahimit, bëjmë vazifet, bëjmë funksion sa një milingon të vogël që të paktën ta dim se ka kush jemi dhe ka kush anym. Jo që dë mund të ndalim, nga Tetova, nga Eski Xhamia, nuk dë ndalet kjo. Këto e më fuqi shumë të rrezikshme të thellat, mdhaja plane 100 vjeçare, ja? Po neve shpinë tonë ta shpëtojmë me imanin ndaj haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo si filloi? Kjo sefte filloi duke u mohu mezhebet. Aty u hap dera, tash mohojnë hadithet, mbas kësaj është mohohet Kur'ani Kerimi xhamat. Dhe neve pastaj kot që do falim namaz, kot që do festojmë bajrame, kot që do shkojmë në haxh, nëse nuk do t'i besojmë haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Prandaj që ta ngjallim pak atë vlerë të haditheve në zemrat tona. Në xhuma, akuzate kemi neve që e duam një tjetrin. Shpinë e Allahut, ku i hapim zemrat nga çdo, inshallah ashtu tjetë. Supozojmë, veç më bëjmë bajram me viti, apo. Mirë po, supozojmë që e duam një tjetrin dhe këto që do i flasim do i dëgjojmë me sem'in qabulin thujnë arabët, me vesh që pranon. E jo kështu gjithë flet bekia. Kjo është tema më e rëndësishme që e flasim xhamat. Tamam. Këtë shekull do sprovojmë me çka mos i beso haditheve, besoj vetëm Kur'anit. Dhe si bereqete kemi marrë kitabin e Sahihul Bukhariut për para, që një dietar nga Dagestani e ka bënë një shkurtim mukhtasar i thunë kësaj. Disa hadithe të përsëritura i ka hek që të jetë më e dobishme dhe më shpejt me u lezu mes xhamatit. Kjo në perandorin Osman është lezu shumë ky kitab, në veçanti hoxha jemi ka kushtu shumë rëndësi dhe e ka bë përmendër si hifdh atë, dhe në çdo ders nga një hadith të paktën e ka lezu për të na mbajt gjallë neve ndjenjat ndaj haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga Dagestani Mubarak, apo. Sot kur themi Dagestan na kujton do të paçë do xhirefin në për kafes ashtu. Alhamdulillah, ja bën një thën hundë xhak ja bën atij tjetrit. E ne alhamdulillah thot këta, e ne bën një haram atij. Dagestani duhet përmendet me ulema, e ne me mujahid, jo me kësi njerëz që ma pa musliman ton, ma shumë se hoxhallarët i ngjojnë ato. Hoxha e pa e Kabibi që ka thonë, ku më ndenë mu Kabibi që ka thonë. Neve duhet ulemat me ndjek, hadithet me ndjek, tamam? Mirë. Edhe ajo nuk o Kabib, është Habib me hëtë fytit. Vazhdojmë tash, hadithin e parë në këtë mukhtasar të Bukhariut, transmeton Abdullah ibn Abbasi, radiallahu ta'ala anhuma, dhe na tregon se Ebu Sufjani, që në atë kohë akoma nuk ishte musliman, pastaj Allahu Teala e nderoi dhe bani musliman të mirë. Ebu Sufjani na tregon se Hirakli në atë kohë perandor i Bizantit i ban ftesë Ebu Sufjanit të zateken
në Sham. Sham xhamati i vendi territor shumë i madh, faktikisht janë xatek në Kutsi sherifin e sotshëm. Mirë, po në atë kohë ka pas thuaj emrin armpushim, ka pas sulh, marrëveshje mes muslimanëve dhe Ebu Sufjanit dhe Kurejshit. Do me thënë nuk kanë qenë në luftë. Ky mbreti Hirakli i thirr në pallatin e tij dhe në mesin e tyre kanë qenë më të mëdhtë e perandorisë së Bizantit. E thirr edhe një përkthyes dhe thot: "Tregoj këtyne, tash unë çka do flas ti përktheu këtyne. Cili është më afër me këtë njeri që i thot vetes pejgamber, do me thënë familjarisht më i afër?" Ebu Sufjani radiallahu anhu thash une jam më i afër me familjarisht, se quhen si djem migje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I tha mbreti Bizantit: "Afro këtu dhe afroni edhe shokët e tij. Mirë, po këtë mbani një hap përpara, se me këtë unë tash do kem kontakt." Kjo ka qenë një farë lloj protokolli në atë vakët. Pastaj i thot Hirakli, Herakleus si kalon në histori, i thot përkthyesit të tij: "Thuaj tash këtij njeriu, do me thënë Ebu Sufjanit, unë do t'i parashtroj do pyetje në lidhje me çat burr që i thot vetes pejgamber. Ky, nëse më gënjen, ju tjerët aty mbas që jeni, korrigjonja këtë." Ebu Sufjani tha: "Vallahi mos ishte turpi, se këto shokët e mi dëmqujnë mapa renavez dhe gënjeshtar, dëkun dë kisha gënyu në për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Si do kish gënyu, do të thënë dia kish mohu do cilësi të mira." Prej këtu e kuptojmë se në atë vakët, edhe pse kanë qenë myshrik të vështirë, inatçor që s'ka pa dinjaja ashtu inatçorësh, arabët xhamat e kanë pas një cilësi, gënjeshtrën e kanë pas mani. Nuk kanë gënyu, edhe kur ka qenë kundër asaj të vetes. Pastaj thot: "Gjëja e parë që më pyeti Hirakli për pejgamberin alayhis salatu wasallam, më pyeti si e ka familjen mesin tuaj." Unë i thash janë një familje e ngritur e lartë. Pastaj më pyeti: "A ka pretendu dikush tjetër para këtij pejgamberllëk?" Unë i thash jo. Pastaj më tha: "Po nga paraardhësit e tij, a ka pas ndonjë mbret?" Unë i thash jo. "A njerëzit më të ngritur apo zaifët të doptit e miletit e ndjekin atë?" Unë i thash pikërisht të doptit. "Po a shtohen dita ditës apo paksohen?" Unë i thash pikërisht shtohen. Kur e shohish andej pasuria, këndej kur gjos kanë këto, do shta nga untia kanë vdek xhamat, çfarë torturash kanë pa, mirë po Allahu jep bereqet, shtohen muslimanët më tepër. Kur e mendoj shumë me logjikën tënde, ave i shtetin e ka në dorë, gjë mund të bëjsh të apo, veti bane atë çka ka thënë Allahu. E në ato mos i nguc, ti hece punën tënde shife, Allahu Teala jep bereqet. Po, pastaj a paksohen, a shtohen, thot pikërisht shtohen, po a e ka lënë dikush prej atyre fen duke e pa të padobishme atë fe, pasi të ketë hyrë në Islam? Unë i thash jo. A i ka shku dhe kujtë ndërmen gjemat eve, kjo fe islameve, që s'pash kur një herë, haj pak të bojmë ka ato qerët. Tash shpejt në Kosovë dulen do lajme, e tash ky dietar që e bën koment këtë, ne kemi pa në historinë islame se dë njerës, bëjnë irtidat, murtet bojnë, e lanë fen islame, mirë po aty Hirakli e pyeti që këtë pyetje, se nuk pa ndonjë dobi nga feja islame, apo ndjen diçka të pakënaqshme në këtë fen islame. Ndërsa ato që dalin nga kjo fe, dalin për shkaqe qera, ja për pare, ja se i konvenon epshit të vet, apo se Islami thot zinasën bësh, Islami thot ryshvetën marrish, Islami thot sën gënjesh, e tash ti si konvenojnë këto, çka do bëje? Dhe e shese fen islame, dhe shkoje me një katun të gjyja jo në Kosovë, dhe bëhet për atyne. Në kur e shojë se i pari atyne që i ka themelu që ato shoqatat, del sërë, hajde. E ne ma pa themi 7 milion shqiptar në Balkan, prejt pak njerë, duhet me i krujt pak, me hy një 3-4 generata në bas, të ashojmë pjellat e kujt dhe dalin që këto që në shajnë fen islame. A s'ka shqiptar katolik, krishter, ortodoks, ka, dhe kemi jetu me qindra vite me ato bashkë, pa problem. Momentin kur vejmë punat ma shaja temen, duhet ta hulumtojmë pak në bas, ku shon ki, pjella e kujt është ki, tama? Vetë se ka emnin Adem Ibrahim nuk duhet mashtrohemi. Mirë. Po e keni akuzuar ndo njëherë këtë njeri që i thot vetes pejgamber me gënjeshtër? Ebu Sufjani thot, i thash jo. Po a u ka trahtu ndo njëherë?
Jo, se tash jemi thot në një armpushim, në një marrëveshje. Mirë. E tash e merr fjalën prap ky mbreti. Sikur të kisha mundësi. Ajo, Ebu Sufjani thot, kisha pas mundësi të shti do fjalë qera, t'ja ndroj pak bindjet ati, do ta kisha bë këtë. E thot, si u shkojnë lufta me këtë njeri, thot Ebu Sufjani, vazhdon lufta bejnë e bejnë, do më thënë edhe mes neve, edhe mes atyne. Ndër një dit ne shojmë para, ndër një dit ato. Po në qka ju urdhëron ky njeri, a i në thot neve t'i bëjmë ibadet Allahut, mos i bëjmë shirk asgjë Allahut, dhe t'i lam ato zotna që i kanë besuar babalarët tonë. A i në urdhëron neve t'a falim namazin në vakët, a i në urdhëron neve t'jemi besnik dhe të sinqert, a i në urdhëron neve t'jemi afaf dhe gjema do të tjetë i ndershëm njeriu. Dhe posh komentot do me thanë tjetë i ndershëm, tri e larkë një zinas, dhe shumë interesant, dhe që këtë qitap e pashkët, dhe mos haje mish të kafshës së ngordhur, apo mos pije gjak. Që do të thot, e kemi ngju neve këtë njeri, kur e hup në derin, këtë gjelozin, këtë namusin, i themi mo ka hangër dhe një gucki, mo ka hangër dhe një thaj, se kur hanë mishderi njeri, thuet se i hup ato ndjenjat e gjelozis pozitive, ndaj gruas, ndaj namusin, ndaj vajzës, e këshu me rath. E tash, duket neve mishderi nuk ham, po se si jemi shumë të kujdeshëm se si theret ai hajvan, ndoshta edhe ajo ndikon në nderin ton dhe kemi hup duket xhelozin. E kemi hup xhelozin xhema. Gjyshi jem ta kish pa motrën time, që kështu si veshet për në shkollë, brit do t'ja kishte thyer. A është e mirë? Jo, si vepër nuk është e mirë kjo, gjuna është, ama shif ka një farloj ndjenjaje të xhelozisë. Neve sot nuk i kemi këto ndjenja. Po a kemi hangër dhe njerë mishderi? Hasha, as njëherë. Po më duket ama ham mish që nuk theret me bismillah dhe nuk theret me thikë. Marim pej kamos misha, ato me maqin i mbysin ato. E qajo do thot kafshë ngordhur, nuk i ka dal gjakun nga trupi, ta e në gjakun e pish, edhe mishin e kafshës ngordhur e hash dhe jep efektin e njëtë që jep ndoshte edhe mishi i derit. Se në një ajet përmenden xhamat, e në mishi i derit, e në hajvani që theret pa bismillah dhe pa thikë. Pastaj na urdhron në silla ti mbajmë raportet familjare. I tha tash ky mbreti për kthyesit, thuj këti, të kam pyet për familjen, më tha se është familja më e ndershme. Kam pyet, i dha që këto xhevape, a i keni pa me nga njështër? Jo, e thot që kjo është cilësia e pejgamberve, sepse një njeri që e dini juve, se nuk ju ka gënyer juve për vete, për të ruajt atë nderin e vetë, a i në emër të Allahut asë njëherë nuk do të ngënjeje. Ju pyet a juve kush e ndjek atë, ju më thatë se më të doptit e umetit, e fiks që këshu janë tiparet e pejgamberve, njëherë fillojnë me njerëzit më të dobët, pas të i forcohet feja e tyre. Ju pyet a paksohen apo shtohen, ju thatë shtohen, pikërisht që këshu është puna e imanit, dita ditës do të shtohen, derisa të bëhet tamam kjo fe. Ju pyet a e ka lanë dikush i fen se s'ka pa të themi dobi, ju thatë jo, qashtu është imani i vërtet, jep lumturi në zemër xhamat. Shif, e shohësh një dobi kur bëhesh musliman. Po xho ne ishim pin lindje musliman, po, ama çfarë musliman nëse ishim? Tash pyet e këtë, ai njeri që ka nis të fale namaz për mrapa, sidomos i ri, nga shkolla e mesme 100.000 prova aty, haramet kamos e kanë rretheku, ai vjen në xhami ta falë drekën apo i qindin. Pyet një atë ndjen të gëzimit atij djalë të ri, çaj është imani. Atë fe qera nuk e kajnë. Hoxha pika e dishbe, o si me folë për mu. E ne hoxha ju ishte njëni pi atyne. Unë se kisha fatin, caktimi, Allah t'jem nip i hafëzit më të math në Tetov, apo djali ati, apo ta kisha miq ose daj. Po elhamdulillah, Allah u deshi prap, jam i knaqur me familjen, ama ndryshe dhe ishte, me një shpiku lexohet Kurani 24 orë, ta kiesh një shembull përpara një njeri 70 e kusur 80 vjet i harxhoi në një mektep tu nxjerr hafëza. E një djali i ri kur i mendon kështu, me emocione shumë më të mëdha pastaj lidhet për atë hoxhë dhe ndjen atë gëzim të imanit në zemër. E nuk i shkon ndërmend më edhe një herë kthehem mbrap në ato punë tek çia që i ka bë. Edhe kjo është një farlloj këtij gëzimit, si me hin në iman edhe një herë. Tamam, s'kemi qenë pa iman, jo besimtar, ama sikur për herë të parë hym në Islam. Kur
kur fillosh të falish namaz. Allah ja Rabi gjithë të rive bëja nasip namazin mirë. Amin. Vakti e zanit neve mbetëm të hadithi i parë. Mirë, dhe shkurtoj pak, i të regon do me thamë bisedat, ua pyta që këti ma dhaj këtë përgjigje, dhe ma në fund thot, nëse këto që ti mi thua në lidhje me këtë njeri që i thot vetës pejgamber, nëse këto janë të vërteta, i betohem Zotit se ky njeri së shpejti do të jetë pronar i që këti vendit tim, cilit vend xhamat në Quds, në Palestinë do dhe kjo mbledhje. Që këtu ku i kam që këto dy kam të mia, që këtu do jetë ai mbret i këtij vendit, do me thënë ligji i atij dhe sheriati i atij do të udhëheq në që këtë vend ku shkeli une. A ndodhi? Ndodhi xhamat. Mbretit të Bizantit i dulën parashikimet. Pse i dulën parashikimet? Se ky njeri paraprakisht me një patrik që e ka pas shok, e ka pas emin Dagatin, është njoftu dhe i ka treguar pak për një pejgamber që do të vi kohën e fundit të këtij ummetit. Ai patrik pse bëhet musliman me davetin e një sahabiu Dihje, ka qenë ditë e diell, në kish ka qenë me xhamatin e vet. Pas i largohen xhamatit, afrohet ky arabi, i thot njëri pi të pranishme aty, e pranon ma pa fen islame dhe javës tjetër nuk del të mbaje ders të premten, dhe thujanin të diellën ndaj popullit krishter. Ato e diktojnë se nuk o diçka në rregull, nuk del të bëje vazifen në kish, si pop, si prift, e kuptojnë se kjo ka ndryshu diçka. Kur e marrin vesh të është bë musliman, që aty në vend të vrasin xhamat. Në vend të vrasin. E ky tash, perandori i Bizantit Hirakli, këtë e ka pas shok këtë patrik, para prakish ka pas pak dhana për pejgamberin. Prandaj Ebu Sufjanin e ka sprovu ta shohim a do mi thot të vërtetat. Edhe pse nuk i beson, dyshman e ka, janë luft, po prap i thot të vërtetat për këtë njeri. Tamam, ky qenë ka i pejgamber që e presim neve me qindra vite. Allahu neve na bani ummeti që këtij pejgamberit. Dhe thot, ta disha se ky njeri ka dalë dhe ta disha se do shkatrohem dhe do shpartallohem derisa ta zatekja atë, këtë vështirësit dhe i marrë në sy, vetëm të shkoj ta vizitoj atë pejgamber dhe ta kisha në pranin time, kisha pas dëshirë t'ja laj këmbët atij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e thot këtë? Mbreti i perandorisë Bizantit. Edhe neve nëse skemi se ai pak dashni për këtë pejgamber, vaj halli për neve. Pastaj e kërkoi atë letër që ja ka dërguar ai Dihje, ja se ashtu fillon ngjarja. Do me thanë Ebu Sufjani me do shok nga Mekja në prezencën e tyre dhe Dihja që ishte sahabi, shkojnë t'ja dërgojnë këtë letër Hiraklit. Ai thot, ai tash ma jep një letërën, unë vet do ta lexoj normalisht me përkthimin e përkthyesit. Prej këtu mos keq kuptohet, atë letër pejgamberi alayhi salatu vesselam me dorën e tij nuk e ka shkruar, edhe pse thuhet në literaturë letra e pejgamberit ndaj Hiraklit. Pejgamberi vetëm urdhëroi sahabët ta shkruajnë, se e dim është një mucize e madhe e pejgamberit, edhe pse ishte neve marrim si nënçmim këtë, se ulemat thonë për ummetin është nënçmim me qenë analfabet, për pejgamberin është mucize me qenë analfabet. S'ka pas shkrim lexim dhe gjithë të dije i ka ditë, gjithë këtë botë bile e ka sundu. Tamam, mos e keq kuptojmë këtë. Pastaj e hapi letrën dhe filloi ta lexoj. Ta shohim letra që pejgamberi alayhi salatu vesselam ja ka çu Hiraklit. Fjalët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë. Nga goja e tij ka dalë xhamat. Si më na dërgu neve atë letër. Ta hapim tash zemrën dhe besojmë me këtë hadith edhe dhe mbarojmë duke dersin e xumas. Bismillahirrahmanirrahim. Ekziston ende kjo letër xhamat në për muzeume. Min Muhammedin, nga Muhammedi, i cili është Abdillahi wa Rasulihi, rob dhe i dërguari i Allahut. Ja dërgoj këtë letër ila Hiraklit, i cili është Adhimi Rumi, i madhi i perandorisë romake apo Bizantit. E tash ulemat kanë thënë, pse nuk tha mbreti, perandori, po tha i madhi, çat që thash parës, nëse do dim ta ndjekim pejgamberin alayhis salatu wasalam. Pa i nguc ato më të mëdhej bile, do dish të vallëmoshish, të përgdhelish zemrat e ma pa tu bësh davet aty. Nuk është gjuna me e lavdru se popullata e vete e quan diçka të madh atë. Mirë po mbret apo sultan a mund t'i those? Jo, thonë dietarët, se pasi dërgohet pejgamber nuk vlen mbretëria askujt në rrezullin toksor.
është dërgu pejgamberi, ai është mbreti i këtë kësaj gjithësie, sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, nuk tha mërshmëre, nuk do të thom ty mbret, breshka, nuk i tha kështu, po i tha o i madhi i perandorisë bizante. Kjo është një metodë davet i xhamat. Për çat edhe ti nëse dush ta bësh një njeri me pozitë të lartë, davet ti bësh, mos shko me njerë ti thush shomjekër, ose shkurtoj pantalonet. Qashtu ka ndodhë be xhamat në Tetov ka ndodhë. Ka shkune për podrume e ka mësu fen islam e gjali ri, nesër me shkon pa pyet, e prek pasurin e babës së vetë. Pantalonat e babës janë ble me paret e babës. Nuk mund të ti prekish pantullet e qetrit. Shkon pa e pyet babën e vetë, ja shkurton pantalonet, babën e ka pas profesor në shkollën e mesme. Gjinafi i veshën pantullet, së ndel në shkollë të bëtë rizil, po nuk ishte ashtu be sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte ashtu. Vazhdon letra. Selamun ala men ittaba al huda. Selami qof mbi atë njeri që e ndjek hidajetin, udhëzimin. Edhe këtu ka një parim daveti. Selamun aleikum nuk i thuhet atij që se ka pranu fenë e Allahut. Nuk i thuhet Allah i të mëshiroft, Allah i dasht, Allah i se vapet dasht, sreqen praznik ku e diçka. Nuk i thuhet, po mirë po dëgjesh pak një metodë tjetër. Unë e metodën e kam thënë shokën, sreqa daimash. E na të bone njetë sreqën të ketë në islam. Se gëzim, a thamë gëzim ishte islami. Bone atë si dua, sreqa da imash. Mos e provoko, apo. Selamun ala men ittaba al huda. Selami qof mbi atë njeri që e ndjek hidajetin. Do me thanë, nëse do bëhesh musliman, selamun aleikum mbi ty. Emma ba'd. Kjo është një shprehje që e kam përdor pejgamberët dhe ulemat, pasi e bëjnë fjalin hyrëse. Emma ba'd, kanë thënë që neve, pastaj hafizi nderuar, dëgjoni me vëmendje dhe e thosë këtë. Emma ba'd fe ya ibadallah. Fe inni yad'uka bi di'ayati al-islam, unë të thras ty në davetin e islamit, pra në tauhid. Thras të bësh musliman. Eslim, bëhu musliman, teslem, do të shpëtosh. Si ta bësh këtë, yu'tika Allahu ejraka marratayn. Allahu dy fish do ta jep tyje shpërblimin. Një, se i ke besu Hazreti Isës, dy, se i ke besuar Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Nëse refuzon, ta dish se për tyje do të shkruhen e si ortak dhe jesh në mëkatin e popullatës sande që nuk do bëhen musliman. Allahu na ruaj. Ulemat kanë thënë, Allahu Teala thot barën e dikuj qetër, ai qetri nuk e mba. Po, mirë po ky pse bëhet sebeb dhe bëhet pengesë për të depërtuar feja islame në atë shtet, edhe këtij do t'i shkruhen mëkatet. Allahu Teala na ruaj. Dhe pastaj lexon ajetin ya ahlel kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, o ju i thtat të kitabit, e jani në një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve, ti besojmë vetëm Allahut, mos i bëjmë shirk atij dhe mos i pranojmë që këto priftrind e kështu me radh si Zot na ndërmjet neve. Nëse e refuzoni këtë, faqulu shahadu bi anna muslimun, thuajini aty ne vetëm bëuni dëshmitar se neve jemi musliman. Këtu do të mbarojmë inshallah dersin. Herën tjetër dhe vazhdoj pjesa tjetër e kësaj ngjarjes. Allahu razi që bot sabër në dëgjuat. Erthni dua kelime i tauhidi, po kelime i tauhid 2 edhe një khatme. Allahu Teala wa bëft kabul. Amin. Subhane rabbi al-ali al-ali al-wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم آمنين سالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.